Në një deklaratë për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha rënditi disa arsye që sipas tij kanë çuar në këtë situatë, duke nisur nga zgjedhjet dhe deri te akuzat për korrupsion dhe mënyrën e qeverisjes. Së pari është faktuar se kjo qeveri erdhi në pushtet me një farsë elektorale, duke dhunuar masivisht të zgjedhjet dhe duke bllokuar çdo hetim me skapin e tij të partisë të krimeve monstruoze kushtetuese, por hajdutët e saj, Rama dhe Balluku, janë mbi çdo ligj në këtë vend, ndaj dhe përdoren 83 mandatet e krimit. Një qeveri që nuk lufton korrupsionin dhe një qeveri që mbron korrupsionin, pavarësisht sa vota apo çfarë vot si I ka marrë ato, humbet legjimitetin e saj para qytetarëve. Berisha u ndal më pas te SPAK-u duke përsëritur kritikat ndaj këtij institucioni. Ai tha se nuk ka kundërshtime ndaj prokurorëve që sipas tij kanë bërë detyrën, por e akuzoi strukturën në tërësi se nuk ka hetuar në mënyrë të mjaftueshme krimet zgjedhore. SPAK-u u bë gardian I krimit kushtetues elektoral. Berisha veçoi edhe hetimin ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke deklaruar se prokurorët që kanë hetuar çështjen janë treguar sipas tij të guximshëm. Ai pretendoi se pas hetimit ndaj Ballukut ka pasur presion politik ndaj prokurorëve, ndërsa akuzoi mazhorancën se përdori shumicën parlamentare për të rrëzuar kërkesat të drejtësisë. Këto janë akuza dhe vlerësime politike të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, ndërsa pretendimet e tij për ndërhyrjet politike dhe mbrojtje të korrupsionit nuk përbëjnë në vetvete fakte të provuara gjyqësisht. Një tjetër temë e deklaratës së Berishës ishte reforma territoriale. Ai e cilësoi ndarjen territoriale si një prej politikave që sipas tij ka ndikuar në largimin e banorëve nga zonat e tyre. Këto vite faktuan para shqiptarëve se ndarja territoriale vitit 2014 që shkurtoi, paksoi rreth 400 njësi të qeverisjes vendore, bashki dhe komunat marrës bashku në 61 njësi ishte goditja më fuqishme që ju bë parimit demokratik të decentralizimit, por ishte gjithashtu platforma më e egër për shpopullimin e Shqipërisë dhe largimin, dëbimin e shqiptarëve nga Shqipëria për mungesë shërbimesh, për bojkot total të tyre. Berisha kritikoi veçanërisht përqendrimin e pushtetit vendor dhe ndryshimet e propozuara në ndarjen territoriale, duke pretenduar se reduktimi I njësive vendore ka sjellë dobësim të shërbimeve për qytetarët. Ai e lidhi këtë çështje edhe me protestën 7 ditore, duke përshëndetur qytetarët që vijojnë të protestojnë. Unë ftoj të gjithë qytetarët të solidarizohen me qytetarët e bashkive në zhdukje, po ftoj gjithashtu qytetarë të tjerë të cilët kanë argumenta, kanë prova se mund të ndërtohen dhe njësi të tjera të qeverisjes vendore, t'i bashkojnë ato dhe të vazhdojnë përpjekjen tonë për t'i dhënë Shqipërisë reformën territoriale që meriton. Kreu I Partisë Demokratike I uroi mirëseardhjen ambasadorit të ri të SBA-s dhe shprehu bindje se ai do të japë kontribut thelbësor në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri. Spari I uroi mirëseardhjen ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, zotit Erik Wend, dhe kam bindje se në zbatim të direktivave të qeverisë amerikane dhe presidentit Trump, të aktit të Kongresit Shteteve të Bashkuara për rajonin, lufta për zbatimin e ligjit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbështetja e Shqipërisë në këto fusha do të jenë të një rëndësie shumë të madhe dhe shpresoj dhe besoj se do të jenë një përparësi